Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Ai ju këshillon t'i druheni dhe këtë e ka bërë pikën më kulmore të vlerësimit prej tij, e të vetmen gjë që kërkon nga krijesat e tij. Prandaj ju duhet të keni frikë nga Zoti, sepse ai është i tillë që ju duhet të ndjeheni përherë sy me të, se fati juaj është përherë në zotrimin e tij dhe se përmes tij ai kontrollon çdo ndryshim të gjendjes suaj. Në qoftë se ju fshihni diçka, ai e di që më parë çfarë i fshihni, e nëse shfaqni gjë, ai e regjistron si dëshmi. Këtë punë ai u ka caktuar rojeve të nderuara angjëllore që nuk i nënvlerësojnë të mirat dhe nuk i mbivlerësojnë të këqijat. Dijeni se kushdo që ja ka drojën do ketë prej tij rrugë për t'u ikur vështirësive dhe dritë për t'i shpëtuar terit. Dhe do ta mbaj përherë në gjendjen që do e do t'i jap pranë vetes një vend të nderuar në shtëpinë që ka bërë për vete. Hija e kësaj shtëpie është vetë froni i tij, drita e saj është rrezëllimi i tij. Vizitorët e saj janë ëngjëjt e tij dhe miqtë e saj janë profetët e tij.